Përshëndetje TikToku. Ja paritakohemi sërish me prezantimin e një super motori tjetër. Sot kemi Yamaha X-Max 300 vitit 2018. Pra, ky motor edhe pse lindi në vitin 2017, është pasardhësi i X-Maxave, vazhdon akoma me sukses. Me 450.000 shitje për 5 vjet. Duhet kuptoni që Yamaha është një super kompani japoneze e cila di të vej gishtin dhe të prodhoj çdo gjë që sot neve shijojmë në çdo lloj aspekti dhe në çdo lloj teknologjie. Yamaha X-Max 300 është një motor që prodhon plot 26 kuaj fuqi. Është një motor me autonomi prej 3.5 litrash për 100 km, është një motor që ju shërben juve për të udhëtuar brenda dhe jashtë qytetit. Duhet kuptoni që ky seri që është me shalën komfort është një motor me gjendje të përsosur, është një motor i servisuar dhe të pastër, është me targa, me letra, me dokumenta. Për më tepër, kjo shala komfort që ju bën qëndrimin tuaj më të mirë dhe më komfort si për motorit. Duke qenë se ka dhe bishin dhe koshin për vendosur sendet e juaj personale, motori bëhet akoma më komfort. Pra, duhet kuptoni që parkingu në Tiranë, duke qenë që është bërë një kaos kaq i madh, ky motor do zgjidhi problemin tuaj për parking. Do zgjidhi problemin tuaj të kohës për lëvizshmëri shumë të qetë në Tiranë për të mbaruar punët tuaja shumë shpejt dhe shumë qetë. Ky motor vjen me çmim promocional prej 4.600 euro. E përsëris, 4.600 euro dhe ky X-Max 300 që vitit 2018 bëhet automatikisht motori jot i radhës. Duhet ta kuptosh që shpëtimi sot për Tiranën është vetëm një motor cilësor dhe kualitativ si ky. Numri i telefonit do jetë në postimin për katës, ndaj nxitoni, okazionet janë ato që të nxjerrin dritë.